Në ere të thrasim në stage Dr. Lumir Abdixhikun, kryeministrin e arshëm të Republikës së Kosovës. Faleminderit Prishtina. Ju falenderit nga zemra për këtë pritje madhështore. Lejoni që kjo atmosferë jashtëzakonshme është veç Prishtina, dega 4, dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me bë këtë punë. Bravo Jakov, na keni dhënë zemër të madhe. Ju falenderit nga zemra, më lejoni që t'ju ftoj për një duartërkitje t'jashtëzakonshme, siç dini ju dega 4, siç ju njohuni gjithmonë, siç dini të angazhoheni e të veproni për LDK-n tonë, një duartërkitje të madhe për për numrin 1 të listës Lidhjes Demokratike të Kosovës, për Vjosa Osmanin Sadrion, presidentin e ardhshme. Ju falenderit nga zemra, po vim prej takime të vazhdueshme gjithandej Kosovës, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Këtë frym po e gjejmë gjithandej. Sapo kthyen prej një tubimi madhështor, një tërmeti politik në slogën e Ibrahim Rogovës. Ishte zjarrt, por mangu sipas e lën asgjë, as në Dardanin, lagjet ikonike të Prishtinës, të kryeqytetit, në lagjen kur është ndërtuar fryma politike e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me këtë edhe fryma politike e Republikës Kosovës. LDK-ja është prijetare e zhvillimeve të mëdha, LDK-ja është prijetare e ndryshimeve të mëdha, LDK-ja është prijetare e bashkimeve të mëdha. Sot jemi para jush të bashkuar, të fortë, si asnjëherë më parë. Ne jemi Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe më lejoni t'ju flas për një gjë shumë të rëndësishme se sa ky rrugtim që po e marrim, për të ardhmen e vendit tonë, për të ardhmen e kryeqytetit, për të ardhmen e qytetarëve tonë, njerëzve që kanë dhënë kaq shumë të jetojnë mbar, mirë, me dinjitet, për 5 vitet e shkuara, sidomos Prishtina, sidomos kryeqyteti, ka qenë lënë anash, ka qenë i penguar, ka qenë i sabotuar gjithaj, pa mbështetur nga një qeverisje qendrore. Ne kemi program, kemi mbështetje politike për Prishtinën, plot 1.5 miliardë euro investime për kryeqytetin, që janë projekte madhore për njerëzit tonë, në vendin më të mirë, në qytetin më të bukur në botë. Dhe besoj që është koha, pas shumë vitesh, që përfundimisht qeverisja qendrore dhe qeverisja lokale t'jenë të udhëhequra nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe tregojmë edhe një herë mbar e mirë se çfarë jemi në gjendje të bëjmë për Prishtinën tonë, për Kosovën tonë. E çfarë jemi në gjendje të bëjmë për Prishtinën tonë e Kosovën tonë, e keni në programin 113 pikësh dhe me ekipin prej 110 kandidatëve më të mirë që i ka Kosova ndonjëherë, një duartërkitje të madhe për 110 kandidatët. Dhe natyrisht një duartërkitje të madhe për Besionin, kryetarin e Degës, ju i cili ke modest, nuk lypi vot për vete, lypim na për to Besionin. Dhe jo vetëm Besioni, do t'i prezantojmë dhe kandidatët e Degës 4, sepse kjo Degë vërtet ka kandidat shkëlqyshëm, aq të mirë ka kandidat sa vetëm me Degën e 4 mund qeverisin krejt Republikën e Kosovës. Por sot në Prishtinë jemi para së gjithash përshtruar pro vizionin e ardhshëm, jo vetëm të kryeqytetit për të Kosovës, po përparim unazën e ardhshme, unazën e kryeqytetit që në javën e parë do ta zhbllokojmë, do ta nënshkruajmë mbështetjen financiare për kryeqytet. Prishtinës do t'i vjen unaza jashtme e kryeqytetit, siç do t'i vijë dhe mbështetja financiare për mësimin tërditor secili në shkollë Prishtinës. Fëmijët e Prishtinës do të jenë fëmijët e parë
që do të kenë mësim tërditor në gjithë teritorin e Prishtinës. Pra 250 milion euro vetëm për mësim tërditor në kryeqytet. E me qenë se po i shoh këtu dhe mbështetësit e sportit, le ta bëjmë qendrën e madhe sportive në Bërnic, stadiumi kthehet në Prishtinë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Stadiumi kthehet në Prishtinë, stadium me 30.000 ulse në Prishtinë së bashku me parkun teknologjik dhe jo vetëm kaq, spitali kryeqytetit, spitali i Prishtinës 1.5 miliard euro vetëm për kryeqytetin. Këto janë zotimet tona. Ky është programi ynë politik, por mbi gjitha Prishtinës, Kosovës duhet t'i japim dinitet në përfaqësim. Dhe ky dinitet bëhet me njerëz të përgatitur, shkolluar, të edukuar, me njerëz me provojë, njerëz që na bëjnë krenar të paraqitemi gjithandaj në botë. Në këto 5 vitet e fundit, Presidenti i Republikës Kosovës Vjosa Osmani Sadriu e ka bërë këtë punë me mrekulli të madhe. Dhe më lejoni që në ndër trokitit e juaja dhe me ftesën e madhe që t'i japim mbështetje numrit 1 të listës sonë në zgjedhjet e 7 qershorit, ta ftojmë Vjosën për një fjalë rasti degën e 4 në ndër degat më të mira në Kosovë. Faleminderit shumë Prishtinë, faleminderit për këtë mbështetje kaq të madhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës, vetëm parti shtetformuese, vetëm parti që mbron Kosovën, themelet e saj dhe aleancat e saj. Faleminderit shumë. Më lejoni që ta përshëndes dhe ta falenderoj për këtë organizim kryetarin e jashtëzakonshëm të degës së 4, Besjanin, i cili përveç se është një kryetar i mirë, po i shpartallon edhe në debate ata që nuk kanë punu e as nuk do të punojnë në të ardhmen. Ta falenderoj kryetarin e jashtëzakonshëm të Prishtinës për parimin, për gjithë mbështetjen që po na jap në këtë rrugtim. E mbi të gjitha ta falenderoj Lumirin, kryeministrin e ardhshëm që bëri të mundur këtë bashkim dhe po e bën të mundur rrugtimin drejt fitores të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju e dini, po ju shoh juve atje lart, që një pjesë të madhe të rrugtimit tim politik e kam bërë pikërisht këtu në degën e 4 të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka qenë deri veçantë për gjatë shumë viteve që të punojmë bashkë. Për shumë mandate unë jam prezentuar pikërisht sikur kandidatët sonte që po i shihni në degën e 4. Gjithmonë kemi pas sukses dhe jam e bindur që edhe me kandidatët që po i shohim sonte, dega e 4 mund të jetë ndoshta ndër degët më triumfuese me suksesin e kandidatëve të vet për deputet dhe deputetëve të ardhshëm të kuvendit. Por mbi të gjitha, unë dua që edhe një herë ta përsëris thirrjen që e bën edhe kryetari i LDK-s, edhe kryetari i Prishtinës. Prishtinës më në fund i duhet një qeveri e cila zhbllokon projekte, e cila e mbështet Prishtinën dhe e cila e sheh Prishtinën si motor të zhvillimit ekonomik të gjithë Republikës së Kosovës, e jo një qeveri e cila thjesht për inate dhe asgjë tjetër bllokon çdo projekt që është në interes të qytetarëve të Kosovës. Dhe jam e bindur që kjo mbi të gjitha është në interes të rinisë së Prishtinës. Rinia e Prishtinës është rinia më e mirë në botë dhe këtë ju them me bindje të plotë, meqense e kam vizitu gati se çdo vend të botës. Nuk ka rini me potencial më të jashtëzakonshëm se sa rinia e Republikës së Kosovës. Por ky potencial për momentin është i bllokuar për shkak të mungesës të investimeve, për shkak të mungesës perspektivës dhe për shkak të mungesës së shpresës. Sot trin ton po e shohin shpëtimin në Mërgim, po e shohin shpëtimin në aeroport, sa më larg Kosovës, sepse as nuk kanë perspektivë të garantuar në punësim, as nuk kanë perspektivë të garantuar në specializim, as në praktik e as nuk e shohin mënyrën e realizimit të ëndrave të tyre këtu. Prandaj kjo duhet të ndryshoj drastikisht.
Duhet të investojmë në kapitalin tonë njerëzor, se kjo është pasuria më e madhe që e ka Prishtina dhe e gjithë Kosova. Dhe mënyra e vetme është nëpërmjet programit të jashtëzakonshëm që e ka prezantuar LDK-ja, duke e bërë arsimin prioritet kombëtar, duke e bërë shëndetësinë prioritet kombëtar, duke bërë investimet më të mëdha që i ka njohur historia e Republikës së Kosovës në këto 27 vite. Dhe kur keni një program të tillë para vetës, kur keni kandidat të tillë para vetës, kur keni një kryeministër të tillë para vetës, nuk ka zgjidhje tjetër pos numrit 113 dhe lidhjes demokratike të Kosovës, cilën jam e bindur. Kësaj radhe është pikërisht Prishtina e cila do ta shpije drejt fitores. Dhe në fund, për mua ka qenë nderi më i madh i jetës që të jem presidentja juaj për gjatë 5 viteve të kaluara. Dhe për gjatë këtyre 5 viteve, për mua ka qenë vetëm një udhërrëfyes. Dhe ajo ka qenë amaneti i presidentit Rugova, shtet i fort brenda, aleancë me Amerikën dhe me Evropën jashtë. Dhe ju betohem këto në Prishtinë, në Dardani, pikërisht si që ndërtoj ai flamurin Dardan, e ideoj atë si simbol të identitetit ton, dhe pikërisht këtu në Dardani. E keni besën time që nuk do të lejojmë asnjëherë askush t'i shkatërrojë themelet që u ndërtuan me aq shumë sakrificë e me aq shumë vizion nga presidenti Rugova. Do t'i ruajmë këto aleanca si sytë e ballit, do t'a bëjmë Kosovën shtet antar në NATO, aty ku e kemi vendin, dhe do t'a ruajmë aleancën strategjike të përhershme me Amerikën, ashtu si që ka hije popullit tonë mirënjohës, ashtu si që ka hije shqiptarëve kudo që jetojnë. Faleminderit shumë për përkrahjen, e ftoj kryetarin e LDK-s, kryetarin e Degës dhe kryetarin e Prishtinës të më bashkohen në skenë që të ftojmë deputetët e ardhshëm të Kuvendit Kosovës. Okay. Po fillojmë prej fundit, ashtu si na janë prezantuar në letër. Me numër 60 Visar Xani. Me numër 54 Sami Saliho. Me numër po i ftojmë në tingujt e fishek zjarëve me numër 23 Ermal Sadiku, me numër 14 Besjan Mustafa, me numër 12 Hykmete Bajrami, me numër 28 Arben Gashi, me numër 34 Bardhyl Hasan Papaj, me numër 49 Festim Kabashi, dhe me numër 4 Doar Sakica Gjelili.